rrez të shtetit. Ka nga ata që e quajnë vetën të pazëvendësueshëm pikërisht duke mbajtur qytetari peng të frikës e viktimë të linçimit. Kush do të kishte imagjinuar 27 vjet pas luftës që dikush do të konsiderohet si pengesë vetëm sepse i ka hapur dyert Kosovës. Të konsiderohesh si pengesë kur flamuri i Kosovës nisi të ngrihet larg në forume botërore ku dikur as nuk na ftonin. Pengesë nga ata që nuk i ngrin dot këtë flamur as brenda forumeve të tyre të brendshme e lëre më në forume ndërkombëtare. Të konsiderojnë si pengesë kur partneriteti me SBA-t u bë më i fortë se kur. Kur BE-ja nisi të heqte masat kundër Kosovës. Kur rruga drejt NATO-s nuk ishte më slogan, por proces reale i mbështetur nga aleati ynë strategjik. Kush do ta kishte imagjinuar se të gjitha këto bëhen pengesë dhe frikë e arsye për blokadë të shtetit tonë dhe zgjedhje të panevojshme. Kush do ta kishte imagjinuar që konsiderohesh pengesë sepse do Kosovën si shtet ku ushtari i Kosovës mbron paqen krah për krah me ushtarin amerikan e jo si një shtet ku politikanë të caktuar thonë se bondstillit duhet fiqesi me t'i kërkojnë qira. Një shtet serioz nuk i thyen misht. Një shtet serioz nuk i teston aleatët e lirisë, por punon bashkë me ta në mbrojtje të sovranitetit, integriteti territorial dhe kushtetueshmërisë së vendit tonë. Sepse historia jona dëshmon se sa herë kemi qenë pranë aleatëve tanë kemi fituar, e sa herë egoja është vendosur mbi shtetin, kemi paguar çmim të lartë. Pra po e kuptoni tani që ata presidencën e donin si një simbolik, e donin si një hiq, e jo të fortë si që na la amanet presidenti Rugova. Ata e donin presidencën veç në deklarata, jo në tavolina të vendimarrjes botërore. Ata e donin duke trokitur në organizata ndërkombëtare, po jo duke ushtruar ndikim në to. Dhe kur Kosova filloi të ngritej lart e më lart, rrugtimi u bë i vështirë e më i vështirë. Dhe për çudi, pengesat nuk vinin vetëm nga armiqt e njohur, por edhe nga miqt e shtirur, Kur Amerika donte të ndihmonte Kosovën për të forcuar pavarësinë e saj energjetike, u sabotuan projekte strategjike dhe si rezultat i kësaj sot rëndojnë këto jetën dhe xhepin e qytetarëve. Kur ftohesha në Këshillin e Sigurimit e në samitin e NATO-s, kërkesat më të mëdha për mos pjesëmarrjen time vinin pikërisht nga brenda Kosovës. Dhe kështu duke menduar se më godisnin mua, e godisnin Kosovën. Pra më shumë shpenzim e energji për pengesa e blokada se sa për fitore diplomatike. Dhe atëherë kupton se nuk je përballë një dallimi politik normal. Je përballë frikacakëve. Je përballë frikacakëve të cilët i druhen forcimit të Kosovës. Je përballë frikacakëve të cilët e hedhin gurin e fshehin dorën. Dy mentalitete krejt të kundërta shtetërore. Njëra që e izolon Kosovën e njëra që ja hap Kosovës dyert e botës dhe njëkohësisht mbron sovranitetin e shtetit. Por, ka një gjë që historia e këtij populli na e ka mësuar gjithmonë. Rrugët e mbyllura nga frikacakët gjithmonë hapen nga populli. E është populli që e di të vërtetën. Është populli që e njeh punën të cilën asnjë propagandë, asnjë linçim, asnjë manipulim nuk do të mund ta zhvoj kurrë. Është populli që e kupton se kur një rrugtim i mirë për Kosovën ndërpritet padrejtësisht, ai nuk zhbëhet. Rikthimi është edhe më i fortë, rikthimi është edhe më i qartë, rikthimi është edhe më i vendosur e më i lidhur me zemrat e njerëzve.